Vllai dashur, nëse e ki që si mentaliteti që para nonës të nuk vjen kur gjofe heq, atëherë unë të kisha propozu ty mos u marto. Rre edhe shiu me prindët e tu sa t'jen gjallë ata. Kur desin ata, atëherë ti këqyr martohu. Nuk mund në shembull ti me marr një gru edhe m'ja kufizu jetën rreth prindve tu çdo sen. Çdo sen veç te ata mu sill. Ose shembull e merr gruan ka plot që i thot atin çaqëron e nonën e këmb ko gjatë shtir, e lshon llafet rana e sene, ama ti duro për bio. O le kry se ajo do të me kanë e lumtur. Çfarë thot ajo, këtë është në rregull, ama ti s'bo me fol sen. Ti na stresavo, ndash haje vetën për mrena, njëherë s'po manim për ty. Kjo s'është barazi, kjo nuk bën me kanë kështu. Çdo sen e ka një limit, ose ka plot pi mashkull, pi djemve shembull që nuk del mu shetit fort me gruan e vet, e nuk del fort mu knaq me gruan e vet, se tutet mos pe i dhënë nonën e vet, që peshe nonën e vet që po knaqet shumë e të. Qëre, nonën respektu duje prindin pa marr parasysh, ama çdo sen e ka një limit.